në ambientet e gjimnazit Lulj Gorakuqi në Klinë, ish nxënës dhe mësimdhënës të gjeneratës së vitit shkollor 1984-85, shënuan 40 vjetorin e kryerjes së maturës në këtë vatër të arsimit. Në emër të kësaj gjenerate foli ish nxënësi i gjimnazit në Zirgashi. Jem shumë i privilegjuar që sot të dalë para juve në emër të gjeneratës, në emër të jubileut të 40 të gjeneratës 1984-85. Përja se gjitha klasë me mundjes drejtimi biologjisë. Ju falenderoj të gjithëve shokëve dhe shoqeve që keni gjetur kohë që sot keni bashkë me neve, në emër të këshillit organizativ. I falenderoj profesorët tanë që sot janë bashkë me neve, falenderoj drejtorin e shkollës që na ka dhënë mundësi që na sot jemi këtu bashkë. I falenderoj sidomos kolegët dhe kolegët dhe profesorët të cilët nuk janë jetu në Kosovë, por që kanë gjetë mundësinë dhe kanë ardhur prej Drejtori aktual i gjimnazit Skënder Maxharaj, ai maturantëve e mësimdhënësve u shpreh. Të nderuar profesor, të nderuar nxënës maturant të gjeneratës 84-85, të nderuar këshilli organizativ. Jam shumë i privilegjuar që në këtë moment të shpreh mirëseardhjen e gjimnazit të Gorakuqit dhe të filloj mirëseardhjen e gjeneratës të maturantëve të gjimnazit të 84-85. Në këto momente paksa emocionale, takojmë prezin e juaj, tashmë disa të juve të timë kalitur nga jeta, por të kthehemi në bankat ku i kemi kryer shkollën e mesme. Në këto banka ku kemi përjetuar emocione, kthime, qëndrime, strese, para provimeve e buzëqeshje gazmore, shpeshherë e shumë radhë. Edhe folësit tjerë ish nxënës e ish mësimdhënës treguan për rrugtimin e suksesshëm të kësaj vatre të arsimit dhe përballjen me sfidat e kohës. Alur Duraku ish mësimdhënës evokoi kujtime për atë periudhë. Jem krenar për një periudhë të caktuar shërbevën e gjimnazit të Gorakuqit. Si emër i madh i letërsisë, patriotisë, edhe rëndësia e qendresa, gjithë ne kolektivi dhe gjithë kandidatët që ndruan dhe nuk e ndruan emrin e libra. Bajtën e vlerë dhe përkari. Ky gjimnaz dha shumë gjenerat, se të me Anton Kolaj është mësimdhënës dhe veprimtar i çështjes kombëtare, përmendi arritjet e gjimnazit, por dhe sulmet që i bëheshin nga regjimi i Serbisë. Po ashtu, në këtë manifestim u ndan edhe mirënjohje për ish nxënës dhe ish mësimdhënës. Aslan Selimi është nxënës i kësaj shkolle dhe i burgosur politik, ndonse në karrocë kishte ardhur për të takuar me shokë të gjeneratës. Ai me këtë rast u dhuroi atyre nga një libër ditar të merri ka emër Kujtime lufte, burgu e qendrese i shkruar në burg. Në fund u vendosën lulet të shtatorja e Muj Krasniqit, të ajo e Nën Terezës dhe të busti i Ismet Raçit e Skënderbeut dhe të pllaka e martirëve të luftës së fundit.